qoftë se ne agjerojmë, por në vepra jemi komplet tjerë, në kundërtën e asaj që na thret feja, atëherë vallë për çka po agjerojmë? Për çka po agjerojmë? Në qoftë se ne Allahu na ka urdhëruar me u ndalu, me u largu prej gjonave halal, që është ushqimi dhe pija, atëherë ne para kësaj jemi të urdhëruar që të larguhemi prej gjonave të ndaluara, e që janë esenca e agjerimit edhe esenca e besimit tonë. Sinqerisht, ruajtja nga lëndimi i njerëzve, largimi nga lëndimi i njerëzve, në gjitha format e tyre, sepse kështu, pastaj ka formë, kështu merr formë çdo adhurim, kështu i ka hije pastaj çdo adhurimi. Dhe kjo është ajo që Allahu e lyp prej neve, me u formësu, me u eduku, që me e rujt ato që jemi të e bo. Me konë shumë kujdesshëm, sepse ky hadith i pejgamberit alayhi sallam po na mëson shumë. Vjen njëri ditën e gjykimit me krejt, a mu mbetet pas gjë, po jo vetëm kaq, ranohet. Vjen me shpërblime ndoshta sa bjesht, po ato shkojnë duke ushu, derisa s'mbetet kur gjë, asnjë grimc e vogël, e pastaj shkojnë duke u ndërtu gjunahet e tij që i ka bërë përballë njerëzve. Allahu na ruaj. Të nderuar vëllezër, falë Allahut të madhruar, jemi në këtë ditë shajt të Ramazanit, jemi në këtë ditë gjumaje, që natyrisht për besimtarin janë dy festa. Festa e parë është që jemi ditën e gjuma, e që dita e gjuma është fest për besimtarin, apo përderisa e dyta është se jemi në Ramazan. Po ashtu Ramazani është fest për besimtarin, për gjithë ata që e kuptojnë, për gjithë ata cilët e din, për gjithë ata cilët e kanë kuptu thelbin e kësaj, kjo është fest. Sepse Zoti i madhruar nuk ka nevojë pse na e lëm ushqimin, pse na e lëm pijen, pse ne i lëm ndalesat, nuk ka nevojë i madhi Allah për neve hiç, absolut për asnjë prej tyre. Asnjë sen si mungon atina, si hongër si pive. Por Allahu i madhreshëm e ka bërë këtë si mshirë për neve. Sepse, çka tha Zoti fuqiplot në një hadith kutsi që tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se çdo punë, çdo vepër e birit Ademit është për ta. Me theks të veçantë e besimtarit është për ta, përveç agjerimit. Agjerimi, thot Allahu i madhruar, është për mua dhe unë do të shpërblej për ta. Allahu nuk ka caktu, nuk ka qitë kulm se sa ka me shpërbly, por është një sekret me cilin do të gëzohen besimtarët nesër, kur do të dalim para Allahut të madhruar me agjerimin e tyre, kur do dalim para Allahut të madhruar me angazhimin e tyre, kur do dalim para Allahut të madhruar me devotshmërinë e tyre, e cila devotshmëri ka lëshuar rrajnë jetën e tyre të përditshme, derisa i ka kalit, derisa i ka ndriçuar zemrat e tyre, derisa i ka bo zemrat pathyera, zemrat të cilat kur vjen muji i Ramazanit nuk thona duhet me agjeru si vjet, as duhet me agjeru. As që i shkon, bile as shejtoni se lem ju sjellë sajde heq. Ajo punë është e kryme, me agjeru me emën të Allahut. Aleikum salam. Prandaj, është sekret me cilin do të gëzohen besimtarët nesër. Prandaj dhe është fest për besimtarin, sepse të qenurit agjerueshëm sikur se lyp Zoti, fuqiplot, është privilegj për besimtarin. Ne nuk guxojmë ndryshe me kanë, me agjeru ndryshe, përveç që shlyp Islami prej neve. Nëse ne agjerojmë qësh na teket neve, mirë për neve.
po ne duhet me agjeru që shlyp Islami, që shlyp i madhi Allah prej neve. E nëse ne agjerujmë në përputhje me planin e Allahut, me urdhin e Allahut xhella xhelalu, atëherë pa dyshim se agjerimi jonë do të jetë i vlefshëm, agjerimi jonë do të merret parasysh, agjerimi jonë do të pranohet te i madhi Allah xhella xhelalu. Ajo që ka përdu me thonë në këtë gjuma, shkurt të dashur vëllezër, është një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili transmetohet në Sahihun e Muslimit, gjendet në Sahihun e Muslimit dhe është transmetohet nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ai pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte një ditë në mesin e shokëve të tij. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk është hadith që se keni ndëgjuar, por është hadith cilin kemi nevojë në vazhdimsi me përsërit edhe mja kujtu vetvetes edhe të tjerëve. Mja kujtu vetvetes fillimisht, pastaj të tjerëve. Cili që nga ky hadith? Hadithi ku pejgamberi sallam ishte në mesin e shokëve të tij dhe po ju drejtohet shokëve të tij, duke ju thënë se a e dini se kush është muflis në mesin e juaj? Kush është muflis në mesin e juaj? Ose kush është muflis? Kush është i falimentuar? Nëse na thuhet neve kush ka falimentuar filani, ne e dim se ka falimentu, si ka met paras, e ka hupë dhe shpinë, kështu me radhë, ka falimentu filani, i ka la durt. Por, Islami s'na mëson kështu, sepse ne dhe ju e dini edhe njihni njerëz të cilët ka pas momente që kanë falimentu, e kanë hupë pasurinë, e kanë hupë shpinë, mirë po pastaj o pendu për ato që ka bo, ka fillu me u kfill, edhe e ka kthy pasurinë. Apo ja kanë rikthy pasurinë fëmijët e tij. Domethënë, i falimentuar, i përkohshëm. Po ne po flasim këtu për një falimentuar që nuk ka kthim mas. Një falimentim, aleikum salam. Falimentim që nuk ka kthim mas dhe falimentim i dhimbshëm që nuk ka mundësi me u tërheq prej këtij falimentimi kurrë. E pejgamberi sallam kush është i falimentuar? Ai i dërguar i Allahut tha, i falimentuar. Ata thanë se i falimentuar o i dërguar i Allahut në mesin tonë është ai i cili nuk ka pare edhe nuk ka pasuri. Nuk ka pare edhe nuk ka pasuri. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha shokëve të tij. E me këtë ju tha gjithë umetit deri në kiamet, gjithë muslimanëve që e besojnë Allahun një dhe të vetëm, mesazh për gjithë neve, për gjitha gjeneratat, deri sa të ka musliman në këtë tokë, është mesazh për secilin. Pejgamberi sallam tha se i falimentuar është ai i cili do të vjen në ditën e gjykimit me namaz. Do të vjen në ditën e gjykimit me agjerim. Me agjerim. Me agjerim, mashallah. Ka agjeru, o qunë si fër, se ka morretja, o qunë me vullnet, krejt në regull. A i cili vjen ditën e gjykimit edhe ka dhonë sadaka. A i cili vjen ditën e gjykimit edhe ka bo punë të mira. Sa shka mujtë? Por të njëjtën kohë i ka pas disa behane tani të rana tjerat, të cilat kadale e kanë bote falimentuar. Krejt ja kanë marrë atë pasurin që e ka pas me namaz, e me agjerim, e me sadaka, e me vepra të mira, krejt ja ka shu. Cilat janë ato? Po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot e ka shoh filanin,
Ai është i cili e ka shoh filanin. Ai është i cili ka shpith se ka rujt gjuhën. Ka fal namaz, po Zoti na rujt edhe ka shpith. Ai është i cili Aleikum salam. Ai është i cili ka dirë gjak. Ai është i cili ka dirë gjak. Ai është i cili ka rah njerëz edhe në heq nuk o mërzit. Pejgamberi sallallahu po thot, ky është ose dhe e ka ngrënë pasurinë e njerëzve. E ka hangër pasurinë e tjerëve. I falimentuar. Po thot pejgamberi sallallahu tash ç'a ndodh. Po thot në këtë ditë ky njeri ka dale kur të fillon me llogarit për Allahut të madhruar. Thot vinë çata njerëz çata njerëz që ky u ka buzullum në dunja. Mbledhen, Allahu i mbledh. I plot fuqishëm, xhalla xhelalu. I mbledh ata dhe fillojnë secili prej tyre me marr prej të mirave tina. Fillojnë me marr namazin, fillojnë me marr agjërimin, fillojnë me marr sadakan, fillojnë me marr krejt veprat e mira. Krejt fillojnë me marr. Edhe ja marrin. Po tani halas ju del borxhi ky atyne. Qërë, subhanallah, që se eran? Ky halas ju del borxhi atyne. Ç'a ndodh? Tash, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, tash gjunahet e atyne fillojnë me i kalu këtina. Kadale. Krejt, gjunahet e atyne fillojnë me i kalu këtina, edhe pastaj hudhet në zjarë xhehenamit. Allahu na ruaj. Prandaj, të dashur vëllezër, sa kemi nevojë ne për me rujt namazin, edhe sa kemi nevojë ne për me rujt agjërimin, natyrisht se vjen edhe si rezultat e largimit nga padrejësia. Ne jemi besimtar dhe e shohim jetën tonë të përditshme. Sa kemi nevojë ne me u largu prej padrejësisë e cila nuk e shpëton njeriu ditën e gjykimit. Nuk e shpëton. Pavarësisht çka ka bë. Sepse dikujt ja ka dirë lotin edhe i ka cenu të drejtat e njerëzve. Pastaj duhet me kuptu të dashur vëllezër se feja është moral, feja është mirësjellje. Nëse ne agjerojmë, por në vepra jemi komplet tjerë, në kundërtën e asaj që na thret feja, atëherë vallë për çka po agjerojmë? Për çka po agjerojmë? Nëse ne Allahu na ka urdhëruar me u ndalu, me u largu prej gjonave halal, që është ushqimi dhe pija, atëherë ne para kësaj jemi të urdhëruar që të larguhemi prej gjonave të ndaluara. E që janë esenca e agjerimit edhe esenca e besimit tonë. Ruajtja, sinqerisht, ruajtja nga lëndimi i njerëzve. Largimi nga lëndimi i njerëzve. Në gjitha format e tyre. Sepse kështu, pastaj ka formë, kështu merr formë çdo adhurim. Kështu i ka hije pastaj çdo adhurimi. Dhe kjo është ajo që Allahu e lyp prej neve, me u formësu, me u eduku, që me rujt ato që jemi të e bo. Me konë shumë kujdesshëm, sepse ky hadith i pejgamberit alayhi sallam po na mëson shumë. Vjen njëri ditën e gjykimit me krejt, a mu mbetet pas gjë, po jo vetëm kaq. Ranohet. Vjen me shpërblime ndoshta sa bjesht, po ato shkojnë duke ushu. Derisa s'mbetet kur gjë, as një grimc e vogël, e pastaj shkojnë duke u ndërtu gjunahet e ti që i ka bo përballë njerëzve, Allahu na ruaj. Prandaj, shumë kujdes të dashur vëllezër. Të ruajturit e agjërimit është vlerë. Të ruajturit e agjërimit është emanet.
të ruajturit e agjërimit që ne e bojmë, edhe veprave që ne i bojmë, edhe namazit që e bojmë, edhe përditshmërisë është obligim. Ama duhet me kuptu një sen se cili prej neve. Nuk duhet me pa ato veç një andër edhe u kry. Që takimi me Allahun është i pashmangshëm. Për se cili prej neve. Ama për se cili prej neve. E në këtë dunja me të këtë pasuria. Pastaj pasuri në të dunja kur dalin për Allahut janë veprat e mira edhe të këqijat. Nuk ka tresh aty. Nuk ka tokat e shtëpiat e parat e palume, nuk ka aty. Sen aty nuk ka, absolut këtë në këtë dunja mbesi. Na i dhe ne lusim Allahun në fuqiplot që të na furnizoj me të mirat e tina dhe t'jem prej atyre që jemi shumë të kujdesshëm në veprimet tona, në agjërimin ton, në sjelljet me njerëz që i bojmë. Në çdo porë të jetës, me pas kujdes. Sepse kjo, në fakt, kështu i ka hije një agjëruesi, edhe kështu i ka obligim një agjërues. Shpesh herë, ne e thomë se, për që Zoti s'po më ndihmon valla. E kam këtë nevojë edhe këtë nevojë. Po mirë, unë edhe ti, a i kemi kryu obligimet çush duhet karshi krijuesit gjithësisë. Do t'ja bu këtë pyetje vetes. Mu ndal me veten, me bisedu pak me veten. Unë a i kom kryu obligimet. Apo veç po lypi pe Allahut unë po. Zot, unë që tu pata nevojë s'mu përgjigje, ka dale. Se s'përgjigjet Allahu. Për shkak të disa veprimeve që janë bo ma herët. Pastaj Zoti na rujt, nëse vazhdojmë edhe si familje, edhe si rreth, edhe si shoqëri, pastaj duhet me pas shumë kujdes që mos me marrë hidhrimin e Zotit, me urujt mirësjellje në raporte me njerëz, me njëri tjetrin me kon shumë kujdesshëm. Ama vallahi, nga një herë kur ndëgjon gjona të cilat janë në mesin ton, thumë Zot, çush ka mundësi me ndodhë kjo në mesin ton? Çush ka mundësi me ndodhë kjo? Pastaj ne e shohim prap se Allahu e ka mëshirën shumë madhe, por mëshira e Allahut është valide, e vlefshme, përderisa ne ke mundësi, edhe s'na ka ardhur shpirti me dal. Allahu na mëshiroft, e na falt, e na mundsoft që agjërimin të bëjmë ashtu sikur se duhet, e dalim faqebardh prej këtij muaji, e dalim faqebardh edhe prej kësaj dynjaje.